Tashmë është zyrtare, Engin Asufi dhe Neada Muça janë larguar nga emisioni Mëngjezit në Top Channel pas lajmeve për konflikte të vazhdueshme mes tyre, që dyshohet se kishin degeneruar edhe në përplasje fizike. Edhe pse në puntatën e djeshme vajzat u përpoqën të mohonin këto thashetheme, drejtuesit e televizionit vendosën largimin e tyre nga puna. Gjatë ditës së sotme, moderatori Blendi Salaj u shfaq në shoqërinë e ish banore së Big Brother, Ejdi Baçi, ndërsa mbetet për t'u parë nëse ajo do të jetë zgjedhja përfundimtare që do ta shoqërojë në vijim të programit. Në nisje të puntatës, Salaj deklaroi: "Është dita e martë, në 18 nëntor, dua t'ju them që programi vjen i ridimensionuar, me një format të ri, ku më shoqërojnë disa shok dhe shoqe, por misioni mbetet i njëjtë. Le të përshëndesim Ejdi Baçin." Tensionit mes Nasufit dhe Muçajt dukeshin qartë edhe gjatë transmitimit, dhe publiku vurire menjëherë ftohtësinë mes tyre që reflektoi edhe në ekran. Bashkëmoderatori Salaj u gjend në një pozicion të vështirë, duke u përpjekur të ruante ekuilibrin profesional dhe të shmangte përplasjet live, ndërkohë që vendimi për largimin e tyre duket të jetë i pakthyeshëm. Pas largimit nga emisioni, Engin Asufi reagoi në rrjetet sociale me një foto provokuese, ku shfaqet me nënën e saj dhe qenin, duke nxjerrë gjuhën dhe duke provokuar me gishtin e mesit moderatorja, e cila her pas here shfaqet edhe si këngëtare. Duket se nuk ursehet për të shprehur qëndrimin e saj pavarësisht situatës.